Si paraqitet situata e trajtimit të pacientëve me sklerozën multiple? Pse nga të dhënat që u paraqiten sot ne kishim një gap shumë të madh të pacientëve që nuk marrin trajtim, të paktën inovator? Atëherë edhe në bazë të statistikave që ju i pat, në bazë të studimit, vetëm 17% e pacientëve arrin që të marrin ato banat cilat janë në listë e para të mësueshme, por dhe që janë të miratuar në Bashkimin Evropian për të qenë që quhen përbëjnë në kategorinë DMT ose Disease Modified Therapies, të cilat janë të njohura dhe nga shkenca. Pjesa tjetër aktualisht nuk marrin. Edhe në bazë të studimit, po dhe në bazë të statistikave që janë zyrtare të marra direkt nga kostot e fondit të banave të rimbursueshme. Kjo është e arsyeja përse kemi bërë të takim sot, që të mbledhim gjithë institucionet, që të kuptojmë ku qëndron këto problematika, përse për shembull nuk ka buxhet, cili është arsyeja pra, sepse këtu do hedhin disa hipoteza. Hipoteza më bindse është që nuk është kushtuar rëndësi e duhur kësaj patologjie, kësaj smundje, që prek moshat shumë të reja dhe që ka një kthim të investimit, edhe nëse po ta marrim nga pikpamja buxhetore, ka një kthim deri në 40%. Pra nuk ka asnjë lloj arsye, si nga ana ekonomike, si nga ana sociale, në çdo lloj aspekti, që këta pacientë mos të trajtohen. Të paktën sa rajoni, 50-60-70% që i pam në shifrat. Pra neve tani duke hedhur disa skenar, të kuptojmë realisht që ku qëndron dhe ku çalon ky problem, përse nuk kemi një trajtim në vlerat e duhura dhe të larta në Shqipëri. Sa prej këtyre të trajtuarve sot ose të mos trajtuarve janë fëmijë? Atëherë ka dhe disa raste që janë raste, po themi pediatrike, skleroza multiple pediatrike, janë rreth 11 raste, të cilët janë bërë disa studime kërkime shkencore për disa raste, për një vajzë dhe për një djalë. Shkaku i këtyre kërkimeve? Ka qenë pikërisht për këtë lloj moshe, sepse është moshë shumë e re. Pse është ndodhur? Apo nuk ka qenë fenomeni më parashëm? Më përpara nuk ka patur, sa ka ardhur dhe është zhvilluar shkenca dhe është zhvilluar dhe neurologjia, që edhe tani diagnostikimi është më i mirë dhe prandaj është rritur dhe më shumë numri, edhe do rritet edhe më shumë sepse tashmë është zbulueshmëria dhe gjithashtu dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë, sepse më përpara nuk flitej fare për sklerozën multiple dhe tani fal edhe punës domethënë të organizatës, tani është ndërgjegjësuar disi edhe media. Kur kisha dalë për parë në media, nuk e dinin çfarë është skleroza multiple dhe pyetja e parë ishte çfarë është skleroza multiple. Ndërkohë që sot kemi pyetje të tjera, sa trajtohen. Kështu që ky është një gjë pozitive që shoqëria ka filluar dhe ndërgjegjësohet. Dhe besoj që edhe sistemi shëndetësor në këtë rast duhet ta konsiderojë këtë studim, sepse ky studim pikërisht të çon drejt një transformimi të kujdesit shëndetësor për sklerozën multiple. E them me dy fjalë, studimi konsiston në llogaritjen ekonomike dhe sociale të kostos të sklerozës multiple në Shqipëri. Dhe studimi nuk llogarit vetëm koston, por llogarit dhe përfitueshmërinë nga pikpamja ekonomike dhe sociale. Dhe nga ky studim del që nuk është harxhim të hedhim lek dhe në këto barna, por është një investim për shëndetin, i cili e kthen atë në masën 40%. Më shumë se sa do thotë që pacientët kthehen fuqi pune, do thotë që pacientët kanë shumë vite cilësi jetese, dhe do thotë që dhe familjet e tyre dhe shoqëria është më mirë. Cila është kërkesa juaj si shoqëror pacientësh? Çfarë mesazhi jepni qeverisë? Mesazhi jon kryesor që japim qeverisë është që ta konsiderojë këtë studim dhe te metodologjitë e matjes dhe e futjes së banave të rimbursueshme tek buxheti. Ta konsiderojë këtë studim dhe të shtojë numrin e banave të rimbursueshme së pari në listën e parë, por më kryesorja përfituesit. Sepse edhe pse kemi shtuar numrin e banave të rimbursueshme, shikojmë që përfituesit janë më pak se sa rajoni dhe duhet të shkojmë drejt një vlere të mirë që e vlerëson sigurisht dhe shërbimin neurologjik. Nga vlerat e fundit dite që nga 2023 deri në 2025 kishim rënje të buxhetimit për këtë lloj diagnoze. Po. Si shpjegohet kjo?
Në përgjithësi dhe për buxhetin e shëndetësisë kemi një rënje, që është e vërteta dhe kjo është ndjerë dhe tek skleroza multiple. Me sa kuptoj, unë nuk jam ekspert i kësaj fushë, por ajo që kuptoj unë është që nuk merren parasysh nevojat e vërteta, sa pacient janë dhe sa kemi nevojë medikamente. Por jepen një buxhet thotë, ke kaq lek dhe këtë pastaj shpërndaje sipas aq sa të mbetën. Pra këtu që ndodh problemi. Po në rastin që po flasim, me këtë studim ne tregojmë që këta pacient nga të gjitha pikpamjet ja vlen të trajtor sepse nuk po humbet gjë, je duke fituar. Dhe nuk ka asnjë arsye që mos trajtohen. Jeni të kënaqur me barnat që ka aktualisht lista e rimbursimit, të paktën për aq sa janë? Barnat mendoj se duhet të ketë një qasje tjetër ndaj barnave. Nuk ka asnjë arsye që një bar i ri mos të hyjë në Shqipëri. Në listën e barnave të mësueshme, nuk po shikoj asnjë lloj arsye. Përdesa edhe bashkëpunimi me kompanitë farmaceutike është i shkëlqyer dhe ata japin oferta shumë të ulta për Shqipërinë, vetëm për të ruajtur imazhin, po themi, nuk po shoh ndonjë arsye që të gjitha barnat që janë në Europë të futen në Shqipëri, sepse edhe vetë kjo lloj patologjie është e ndryshme në pacientë të ndryshëm, është dhe forma të ndryshme dhe për këtë arsye është e nevojshme që të kemi një larmi të madhe të barnave dhe t'i përdorim. Duke qenë se kemi edhe fitim, nuk kemi humbje me këta pacientë. Sa është numri fataliteteve nga kjo diagnozë në vit? Keni një matje? Nuk kemi mate fikse, por është një përqindje shumë e ulët. Është një shkallë që është EDSS-ja, e cila mat shkallën e po themi përkesimit, disabilitete që i thonë në anglisht. Dhe kur kjo shkon në nivele shumë të larta, është 80-ta, atëherë në raste shumë të rralla kemi vdekjen, humbjen e jetës. Po të invalidizuar? Të invalidizuar është përqindje e lartë. Sa është? Nuk e kemi të saktë. Fiks, sepse ndër pacientët shqiptarë flas. Ndër pacientët shqiptar shkon diku dhe më shumë se 50%. Pra, gjysma e të diagnostikuarve me sklerozën multiple janë të invalidizuar. Po, janë të invalidizuar dhe me keqardhësi shkon drejt progresit negativ. Për shkak të mungesës. Për shkak të mungesës inovatore, dalin medikamente të reja, ne nuk mund t'i kemi ato medikamente. Dhe ato që kemi shumë pak. Persona e marrin. Pra duhet që ta të marrin medikamente sipas nevojës që kanë.